Deputetët e legjislaturës së 10 në Kuvendin e Kosovës mbajtën sot seancë solemne në shënim të 28 vjetorit të epopejës së UÇK-s. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, deklaroi se epopeja UÇK-s dëshmoi se kur një popull vendos të jetojë i lirë, asnjë forcë nuk mund ta ndalë atë. Ata zgjodhen lirinë para frikës, e mbi të gjitha zgjodhen nderin para jetës. Në ato 3 ditë marsi u bë muaji i epopejës dhe i sakrificës që ringjalli një kombë të tërë. Familja Jashari u bë kala, ndërkaq kullat e tyre u bën flamur i përhershëm i lirisë sonë. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nga qëndresa dhe sakrifica familjes Adem Jashari buron liria e Kosovës. Në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata politike e shoqërore për të drejta, barazi dhe dinjitet, kthesa në prekaz artikuloi qartë aspiratën e popullit të Kosovës për çlirim nga Serbia pushtuese. Epopeja e UÇK-s u bë thirrje për mobilizim, për bashkim dhe për artikulim të qartë të synimit ton për shtetësi dhe mbetësi. Sakrifica atyre mbeti jo vetëm dhimbje, por themeli kujtesës dhe qëndresës së kombit ton, shtoi kryetarja Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu. Në 3 ditë luftime, e gjithë historia e Kosovës kaloi përmes jasharajve dhe qëndresës së tyre, përmes vendosmërisë për të mos u larguar nga toka e tyre. Ata morën mbi vete barën më të rëndë të kohës, një dështyrë të vështirë, por shumë të rëndë. Kjo seancë ishte pjesa aktiviteteve 3 ditore, 5, 6 dhe 7 mars, që nderojnë heroizmin e familjes Jashari dhe luftën e UÇK-s. 28 vjet më parë, më 5, 6 dhe 7 mars 98, forcat policore dhe ushtarake serbe sulmuan familjen e komandantit të UÇK-s, Adem Jashari, në lagjen e Jasharajve në prekaz të Skenderajt. Gjatë 3 ditëve sa zgjatën luftimet u vra Adem Jashari bashkë me 22 antar të familjes së ngushtë dhe 33 të tjerë të lagjes dhe të afërm të tjerë të familjes Jashari.